lutem për fjalimin e radhës, Xhet. Përshëndetje të gjithë edhe një herë dhe mirë se keni ardhur. Në skenë nuk ngjitem vetëm si këngëtar, ngjitem si njeri, si zë që nuk këndon vetëm për dashurinë apo dhimbjen personale, po për dinjitetin njerëzor. Vi me bindjen se arti nuk është thjesht argëtim, por një urë me zemrave, një mënyrë për të zgjuar ndërgjegjen dhe për të ndërtuar errësirën kur shpesh shihen potencit. Unë besoj se muzika ka fuqi të jashtëzakonshme. Ajo mund të shëroj, të bashkojë dhe të ngrejë zërin për ata që nuk munden. Në këtë konferencë flas jo vetëm si artist, por si njeri që e di se çdo zë ka peshë dhe çdo heshtje ka pasoja. Flas për të drejtat e njeriut si për notat e një këngë të përbashkët, ku secili ka vendin e vet dhe askush nuk duhet të mbetet në hije. Me fjalët të mia duhet të ndjehet fryma e lirisë, respektit dhe solidaritetit. Duhet të kujtoj se të drejtat e njeriut nuk janë vetëm parime në letër. Ato janë histori reale, fytyra, zemra që rrahin. Dhe ashtu si çdo këngë e vërtet, shpresoj që mesazhi im të mbetet në mendje dhe zemrën tuaje. Dhe pasi dritat e sallës të piken, si një refren që nuk shuhet, por vazhdon të jetojë.